Që keni po, Prokuroria Speciale ka bo bastisje sot në Ministrinë e Bujqësisë, po edhe në disa lokacione të tjera që lidhen me skandalin e fundit të Faton Pecit për lëshimin ilegal me qira të fabrikës së mbetjeve shtazore. Pse që ky rast është më ndryshe për rastet e tjera, se po shoh plot që më thonë, ok, ka ndodhur të kaluar, ne kam bastis ministrinë, ka përfunduar me kurrë. Jo, që kjo nuk ka me përfunduar me kurrë. Pse? Sepse e para punës faktet që janë publike, pra nuk po bëhet fjalë këtu për një rast të komplikuar, i cili në proceset sipër me organeve të drejtësisë mundet me u kamuflu edhe me u prezantu publikut më vonë sikur një rast fajsus për ministrin. E para. E dyta, prokurori i këtij rasti është Admir Shala. Nga atë sa kam dëgjuar për këtë prokuror, bëhet fjalë mbase për prokurorin me kredibilitetin më të madh në Prokurorinë Speciale. Nuk e di akoma unë, po çush më kanë thonë njerëz që ja njohin historinë e punës me na Prokurorinë Speciale, thonë që edhe ka kredibilitet, edhe ka dije. Tjetra është që mendoj që ky rast, edhe hetimet për këtë rast, ka me qenë porta e cila ka me u hap në drejtim të plot rasteve tjera. Ju kam thonë në të kalumen, ka 10 zyrtarë të ministrisë të niveleve të ndryshme. Të fillu prej drejtorave të agjencive brenda ministrisë e të poshtë, cilët kanë shpreh vullnet e dëshirë me bashkëpunu me prokurorinë, sepse tashmë Faton Peci ka eskaluar në kriminalitet brenda ministrisë së tij. Është jashtëzakonisht e përmbushse fakti që gazetarët kur raportojnë, nuk shkon kjo në asgjë, po përfundojnë me hetime të prokurorisë. Tash ata janë pas edhe më të specializuar, edhe qasjen e kanë shumë më të madhe edhe mundësinë po ashtu për me hetu deri në detajin e fundit rastin. Pse është e rëndësishme që mendohet që to hetime për Faton Pecin, po edhe për secilin ministër tjetër, sepse kjo tregon ne që sinjalizues me në ministrive nuk i bojnë ato punë këtë, nuk është heroizëm këtë, sepse përfundon me diçka konkrete edhe ndalë një hajni të madhe. 2. Ju tregon gazetarëve që nëse e bojnë punën e vetë me kredibilitet, me fakte, edhe i rezistojnë lakmis për me ndalu raportim, edhe i rezistojnë frikës për me ndalu raportimin, prap ndodh diçka. Po ashtu është një farë treguesi që demokracia akoma ka puls në Kosovë, sepse megjithatë ekziston një zinxhir i kontrollit për secilin, edhe për dikon që supozon që u bë i paprekshëm. Mos harroni, kom thonë edhe më herë, që ky është një rast i Faton Pecit. 97 janë. Unë mendoj që ky është fillimi i hetimit të 97 rasteve dhe shpresoj shumë që ka më njohur si rasti Peci, që ka me vlejtë dhe ka më majtë si vath në vesh për secilin ministër tjetër që supozon se fakti që e ka pozitën edhe i ka marrë votat, ja mundson atij me vazhdu me hajni kriminalitet edhe me dalë mas nejna hajnin e kriminalitetin me e mbrojt me arrogancë të një njeri që supozon që e ka prek qiellin. Jo, prokuroria vjen, tetan, dënon edhe mas nejna përfundon bark.